Nëna e një shokut tim, është pak më e ri se unë, por ajo është gjyshe, kishte dalë në protestë. Edhe i biri më tregon që ishte alarmuar kur i kishin thënë që ka shkuar mamaja në protestë. Ishte alarmuar sepse ajo është në një moshë të caktuar që duke imagjinuar në mes të një tur me njerëzish, gjëja e parë që të shkon në mend është që nëse larg qoftë pengohet, rrëzohet, mund të ketë edhe dëmtim fizik. Dhe ishte kthyer në shtëpi shumë i alarmuar dhe pyet më i thot, po ti qa bëre ti në protestë? Qa shkon ti në protestë? Dhe më i tregon atë që është, besoj unë, duke parë edhe epizodet tjera që ne po i mbledhim, thelbin e zëmrimit të shumë njerëzve me administratën shtetërore. Për një arsye apo për një tjetër, nuk e kam mirë parasysh tani të natyrës shëndetësore, asaj duhet të shkoj në mënyrë periodike në poliklinik. Dhe duke qenë se si ajo ka dhe të tjerë që e din praktikën që ndjek mjeku që duhet kujdeset për ta, njerëzit shkojnë atje që në orën 5, që në orën 6 mëngjesit. Pse? Sepse presin që mjeku të vi dhe shpresojnë që duke qenë përpara në radhë të kenë mundësinë që ai t'i shofi, sepse mjeku e para nuk vjen në orar, vjen gjithmonë 1 orë, 2 orë më mbrapa. Pra ata njerëz presin nga ora 5-6 e mëngjesit deri në ora 9-10 të moshuar. E dyta, mjeku nuk rri deri në fund orarit, po mbasi trajton 3-4 prej tyre, ikën. Dhe kjo grua në moshë, një gjyshe, del në protest sepse është e fyer. Dhe fyrja është fjalë e lehtë në fakt, sepse fyrja është një herë. Ky është një poshtrim.